dite në Top Channel, është fix kam përshtypjen, përveç se orari i programit ton, edhe orari i takimit ton të përbashkët, edhe orari juaj i takimit me miq apo me mikesha. Uleni, bisedoni për një çaj apo për një kafe, mbasi keni mbyllur punët e ditës dhe jo rallëherë bisedoni edhe për të tret, e flisni për histori apo për ngjarje apo edhe për punë të njerëzve të cilët nuk janë prezent në tryez, mund t'i njihni, mund të mos i njihni, mund të jenë të njohur të njohurve tuaj, por në një farë mënyre filloni dhe diskutoni për gjëra që edhe ju takojnë, edhe nuk ju takojnë, edhe ju interesojnë, edhe nuk ju interesojnë. Kjo është pak a shumë kultura e të bërit tash e theme. Ne shqiptarët a bëjmë tash e theme, po besoj sigurisht si gjithë popujt e tjerë, ne kemi interes për çfarë ndodh përballë. Kur këto tash e theme janë të shëndetshme apo për të ëmbla, për të shtyr një kafe apo një çaj mes miqve, kur këto tash e theme bëhen ndonjëherë edhe të dëmshme. Për këtë do të diskutojmë sot për dëmet që bëjnë tash e themet, po pse jo, mbase edhe mund bëjmë do pak tash e theme. Konsiderojeni vetë në fund se si do ta quani bisedën që ne do të zhvillojmë sot. Ndiqni insertin e parë. Janë të shumë të ftuarit e mi të panelit, po du t'ju prezantoj të parët. Fillimisht, Valbona Peraj është këngëtare, mirë se erdhe Valbona. Elvana Golli, psikologe, mirë se erdhe Elvana. Ervin Kurti është gazetar. Dhe Aurela Hoxha që është një showgirl, mirë se erdhe Aurela. Tani ç'mendim keni ju të gjithë për tash e themet? Shqyr që janë. Pse shqyr që janë? Unë kuptoj që ti punon prej tyre. Si? Ti punon prej tyre, gjen material. Gazetarët në një farë mënyrë janë të etiketuar si ata që i institucionalizojnë tash e themet apo i bëjnë ato ndonjëherë në lajm. Puna e gazetarit për mua është thjesht një alevi, po unë kam që vetë të bëj tash e themet, sepse arktohem, më japi një energji pozitive, marr informacione për tjetrin, edhe pse her pas here janë të shtrembëruara, por kur thot populli ku ka zë s'është pa gjë, është një lloj trendi që ti merr një informacion për tjetrin që ke përballë, siguron shumë armë kur ti flet për tjetrin, që ti të mbrohesh, dhe së katërti është një lloj lidhjeje që ti bën me njerëz. Për shembull, je një grup shoqëror, për shembull ne kemi një grup WhatsApp-i që flasim për tash e them më të fundit, ne grupi gazetarëve. Aurela dhe mund ta imagjinoj. Dhe duhet të përfshi ty, domethënë, kur ti more lajmin që ishte shtatzan, mua më thanë të parët, Orvin, dëgjoj sa muaj është Jonida, thash nuk e di, se unë përvim gjithmonë që njerëzit që një i mbroj. Unë e dija po se parë një mund të shkruaja. Jo, po gjithsesi thash edhe mund t'ja fusin nga, thash jo, po nuk mund jetë sepse sa herë që dalin personazhet që vetëm dorën këtu femrat është shtatzan. Thash unë, mos ja ndjellni kohë sepse mbas edhe nuk është. Ore, është e ka deklaruar vetin, na e thuaj tamam ta si është. Edhe u bë një lloj loje. Do me thënë fakti që ti nuk më ke pyetur mua sa muajsh jam asnjëherë. Do me thënë e ke dhënë mendimin tënd brenda grupit të WhatsApp-it pa pyet. Jo, mua nuk morë vetë tjerë. Ke bërë tash e theme. Po kam bërë tash e theme, po për mirë. Për shtatzanin time. Okej. Po tash e theme për ty. Kam bërë ndonjëherë njerëzit diti? Po, para 2 javësh bëra një foto me Ilda Beleri në putën e faqe, sa shumë erdhi dhe bëra joshse si Ilda Beleri. Një portal ishte thënë, nuk e dim kush është ky djalë, po Ilda Beleri ndjehet shumë e mundur përballë. Ky është tash e them edhe është pak i rënd për ty se do të thotë që nuk të njohin kolegët. Nuk e kam problem, unë edhe po mos e dinë. Nuk e dim kush është ky djalë. Jo, po unë kisha puthur dhe vetëm sytë e mi dukeshin, kështu që nuk është një problem as nuk më njohin mua si gazetar showbiz ai portali. Unë jam shumë okej me veten time. Kuptova që je mërzitur pak nga ky tash e themi. Valbona, çfarë mendimi ke për tash e themet? Do të thënë sepse ai po diskuton për tash e themi kur është një person shumë i zgjuar që mund ta blej, ndërkohë që ai mendon që vetëm mund të blej. Faktikisht unë jam kundër çdo tash e themi, pavarësisht se ne duam apo s'duam. Çfarë konsideron ti një tash e them për të qenë më pas kundër tyre? Ta shikojmë, domethënë, unë punoj te Ministria e Transporteve, te Drejtoria e Përgjithshme, shikoj sikur ose ndoshta në çdo ambient pune të gjithë themi me aty këtu bëhen tash e theme. Unë shikoj që aty bëhen shumë tash e theme. Por tash e theme në momentin që ti je implikuar, dëgjon edhe për të tjerë. Gjë që dëgjon edhe informacionin që s'do ti dëgjosh. Shpeshherë kur dëgjon që flasin keq për një XY kurse dhe ti ke shumë respekt për ata persona, fillon dhe ndryshon atë opinionin sepse për hir të atyre që ke dëgjuar. Prandaj them që ka tash e theme ndoshta edhe të mira, ka edhe tash e theme të dëmshme, që shpeshherë janë të dëmshme më shumë se sa të mira. Ti ke provuar të dyja botët, edhe botën e artin edhe botën e administratës, tani edhe të institucioneve shtetërore. Thonë për të dyja që janë vatra tash e themesh. Tani më thuaj ti, ku është vatra më e madhe e tash e themeve, në administratë apo në art edhe në këto prapaskenat e showbizit? Në administrat janë 8 orë që mendojnë që janë ose paguhen për 8 orë punë, po asnjëherë nuk bëjnë 8 orë punë.
ata po të bëjnë maksimumi 2 orë punë ose 1 orë gjysmë janë okay, dhe orët e tjera me çfarë do të shtyjnë, me thashë theme. Flasim për njëri tjetrin, flasim për njerëz që kanë konflikte, interesi brenda dhe jashtë punës. Në përgjithësi flasin edhe për ata që ju urrejnë, brenda pjesës së punës. Unë mbaj mend kur kam shkuar përpara se të shkoja në punë, domethënë, vetëm thjesht se kisha hyrë dhe kisha dalë, ishte bërë gjithë informacioni im se kush do vinte, kush do bënte, dhe në momentin që unë shkova isha gjaja 1 orë për ta. Unë duhet t'i njihja një nga një ata, ndërsa ata pastaj interpretimet i bëshin sipas mënyrës së tyre. Fakti që ti vjen nga bota e artit, edhe ishe marrë me muzikë dhe me këngë, dhe po shkoje në një teren që s'është as pak i ngjashëm me ku ke qenë ti përpara. Në pamje të parë kanë paragjykuar, thashë themet e tyre, ke marrë vesh gjë? Edhe sot pse jam në përsëri aty, sepse po bëj 6 vjet që jam aty, vi në formën sepse njerëzit e artit janë më të komprometueshëm në kuptimin e mirë të fjalës. Jemi më të lirë në biseda, ndoshta bëjmë edhe shaka pa tek le. Më pas i lë interpretimin e thashë themeve të atyre. Njerëzit që nuk kanë çfarë të bëjnë ose janë një pjesë e lindur si Ervini që merren me thashë theme, sepse bota e gazetarëve është vetë ajo botë e thashë themeve që ata mendojnë që marrin një lajm këtu, e bëmejnë pak, ka diçka të vërtetë në atë lajm, mund të ketë 1%, 2%, 5%. Duhet të jetë ndryshe realiteti gazetarëve. Mund të dëgjojnë diçka, gazetarëve do ta konfirmojnë për ta kthyer më pas një lajm apo për ta lënë thjesht një thashë. Ata marrin një pjesë shumë të vogël dhe pastaj e bëmejnë sipas dëshirës së tyre. Prandaj faktikisht jo, nuk është e bëmejnë sipas dëshirës tonë, po puna është edhe për shitur ke kohë për të dhënë përgjigje. Do flasim edhe për gazetarët. Aurela, ti je gjithkohës në qendër dhe në vëmendje. Je mësuar ndo pak me këtë gjë, çfarë qëndrimi? Absolutisht për këtë po them. Sa herë që hap në një portal online është e sigurt që ka një artikull për Aurelen. Një titull apo një foto për Aurelen. Ç'mendim ke për thashë themet mbas kaq shumë kohësh që ti je në qendër tyre? Bëjmë thashë theme, bëjmë të gjithë. Dhe ishte një gënjeshtër e madhe të themi që nuk flasim për dikë, sepse është e pamundur. Dhe tani që ne po flasim për këtë temë, po bëjmë një farë mënyrë thashë theme, se po flasim për një të tretë. Deri në pikën që nuk janë të rrezikshme, unë e kuptoj. Edhe për sa i përket portaleve, që me thënë të drejtën e them me vështirësi i kuptoj, sepse ka momente që më prekin shumë, ka momente që janë shumë të pavërteta, mos them që shumica e tyre janë të pavërteta. Megjithatë, momentin që ti mendon që okay, është puna e tyre, po luajnë me atë titull, edhe përpiqesh ti kuptosh. Shpeshherë kam menduar që okay, me gjëra kam qeshur, me gjëra që janë thënë për mua, që kanë qenë absolutisht pavërteta, i kam kaluar, deri në momentin që më kam prekur shumë aty, pastaj mendoj që ka qenë përtej thashë themit. Pastaj nuk është më thashë them, është një gjë përtej kësaj dhe atë unë realisht nuk e kuptoj. Kur ti fillon dhe shpik, thua të pavërteta për një njeri, dhe këtë thua me papërgjithësi më të madhe, e bën dhe lajm, e shpërndan, që njerëzit nuk kanë si ti të konfirmosh të kundër, mendoj që është përtej thashë themit, pastaj bëhet një gjë. Po mirë, njerëzit që jetojnë në industrinë e shout dhe në biznesin e shout, a mund të konceptohen, a mund ta konceptoj punën e tyre, profilin e tyre publik, pa qenë edhe pjesë e këtyre portaleve roz, e këtyre thashë themeve? Më duket sikur në një farë mënyrë është pjesë e punës të cilin ata duan apo s'duan duhet ta marrin parasysh dhe mund dhe të përfitojnë prej kësaj. Ke shumë të drejtë, por dhe këtë profil ti varet se si e ndërton. Domethënë personazhe të ndryshëm e ndërtojnë në mënyra të ndryshme. Në momentin që unë ndërtoj një lloj profili të cilin unë të jap gjithçka për të folur, për jetën time personale unë e ruaj fort sepse e tillë është dhe dua ta ruaj fort, nuk të lë vend që ti të shpërtej asaj. Unë mendoj që profili im, të paktën nëse flas për mua, profili im ka qenë jam përpjekur gjithmonë që të ruaj jetën time personale, familjen, sepse realisht ata nuk duan të jenë pjesë e kësaj dhe nuk mendoj që kujt i takon që të kaloj përtej kësaj. Dhe nuk mendoj që askush ka të drejtë ta bëjë momentin e parë që unë e ruaj shumë fort. Ervin, do të më japësh një përgjigje pas pak për këtë që tha Aurela, po dua të pyes psikologen. Është e shëndetshme të ndihesh mirë kur flet për të tjerët apo kur bëhesh kurioz për të tjerët më shumë se të takon apo më shumë se ç'duhet? Shumë personale. Personalisht, meqense të gjithë dhanë nga një mendim dhe meqense edhe psikologët janë njerëz dhe nuk dalin dot nga kjo. Dhe psikologët dinë më shumë gjëra se gjithë të tjerë. Patjetër, po gjithsesi ka disa gjëra shumë të brendshme, sado që je psikolog, del ajo brendësia jote pavarësisht gjërave, dhe unë do të thosha që unë pash 3 të tipologji të ndryshme. Vetë Ervini më ka ndryshuar dimensionin e si unë e kam kuptuar dhe si unë e kam trajtuar dikur thashë themin,
e kam urryer shumë, kurse edhe kur kam njohur Ervinin, kam parë që ka dhe një dimension që i kënaq njerëzit dhe që është, thash e them, pozitiv. Janë ato, thash e themet, ai komunikim social ku ti jo domosdoshmërisht ndan informacion për një të tretë në mënyrë negative ose duke shënjuar gjëra jo të këndshme. Kështu që kjo pjesë është tipike e Ervinit dhe unë prandaj dhe sot jam e kënaqur që është pjesë e panelit. Po mirë, në përgjithësi po them, përveç përjashtimit që e cilësuam që në fillim. Ndihen mirë njerëzit kur flasin për të tjerët, është njerëzore, është humane që ti të kuriozohesh edhe të pyesësh, të interesohesh për gjëra që të përkasin? Nuk jam njeriu që i dua, thash e themet, mos them që i kam urryer dikur. Normalisht kam kuptuar që ka njerëz që nuk munden pa to. Është një komunikim social i domosdoshëm për t'i përkitur një grupimi, për të... Çfarë natyre janë këta njerëzit që nuk jetojnë dot pa thashë themet? Jo domosdoshmërisht, po një pjesë e tyre janë të pasigurt, janë njerëz që duhet të kenë patjetër një informacion paraprak për të ndërtuar një marrëdhënie sociale me dikë tjetër. Janë njerëz edhe përtac, të cilët nuk duan të procesojnë informacion, të harxojnë kohë sa të njohin, po e marrin këtë informacion gati. Janë njerëz që ndikohen, s'flas për Ervinin në këtë rast. Për mua, unë shumë rregull. Se ky qen ke ti? Edhe mund t'jem, mund mos t'jem. Njerëzit në brendi nuk janë njësaj. Pikërisht, prandaj thashë shumë personale, thashë themet çdo njeri e përdor këtë lloj komunikimi informal për të arritur qëllimet e veta. A janë ata të gjithë të vetëdijshëm? Janë të gjithë të vetëdijshëm për dëmin që mund të krijojnë nëpërmjet kësaj mënyre komunikimi, nëpërmjet së cilës marrin kënaqësi? Është ajo pjesa e vogël, por shumë negative, malinje, e procesit të të bërit thashë them. E din ata që i përdorin thashë themet për të arsye? E din forcën e thashë themit? Po. Edhe forcën e dëmit? Sa do thosha, janë dy skaje. Pjesa e showbizit për shembull e përdor këtë pjesën e thashë themit sepse e di forcën e kësaj dhe do të thënë kompromenton, pa dashur. Ervini e ka bërë me shumë dashuri atë që ka bërë, po mos i ka delikate, sa mund të bërë edhe Ervini dëmë. Mund edhe të kemë bërë dhe e ka marrë feedbackun nga prapa. Është një gjë e bukur që i ka ndodhur. Jo, dashë bukurisht Albana me të drejtën kur më ndodhi, se më mbrapa e kuptova dhe me të urita, tani përtej thashë themi dhe neve dhe përtej për sipërfaqes, thashë themi dhe mua më ka rritur. Domethënë, do të kuptoj që ku duhet hy dhe ku nuk duhet të hy. E respektoj Aurelën, po nuk duhet të kaloj përtej Aurelës, po bëj shaka për shkak që po ti si i the asaj, edhe bëjmë një gjë funny, domethënë gjë aktuese që ne aktojmë të gjithë. Por që të kaloj, po që të kaloj më tej, që më këshkova, si e bër, domethënë është një informacion për te limite që mua nuk më takon ta bëj. Ajo pastaj varet nga sa ti lejon personit përballë të shkojë deri te limiti. Jonida dhe ti jetë gazetare dhe di shumë mirë që në momentin që unë punoj në një redaksi dhe unë duhet të propozoj temë, ku them unë përfaqësoj gjithë gazetarët, në mënyrë që unë të përshtas apo dhe vetë gazetari që neve na ka ftuar këtu, e ka ditur ajo që unë merr me thashë theme. Po dhe unë, nëse nuk merr me thashë theme që Aurela për shkak ka fobi nga kjo gjë, ose Aurela udhëron këtë gjë, nga do ta di unë që Aurela më bën mua për këtë temën, në mënyrë që vetë shikuesi mua të më ndjeki. Këto nuk janë thashë theme, Ervin, këto janë informacione. Informacione, po që merren përmes thashë themeve. Unë nuk do të rri të marr. Por kthehen në informacione nga thashë theme në momentin që konfirmohen dhe ti e pyet Aurelën, ke fobi nga kjo apo nuk ke fobi nga kjo? Nëse unë e kam marr konfirmimin nga personazh shqiptar, nuk flas për Aurelën, po flas për përgjithësi, të cilët kanë komplekse inferioritetit të jashtëzakonshme, nëse unë arrit ta marr dhe ta konfirmoj nga ky personazh, nuk ka për ta paranuar kurrë dhe mua lajmi më bie, dhe për këtë arsye që të jap përgjigje dhe pyetjes që më bëri. Të gjesh një burim tjetër. Nuk ka burime të tjera. E njëjti burim është nuk e çfarë bën, do të luash me këtë lloj lajmi që nuk luajnë vetëm ne, po luajnë të gjithë gazetarët e celebritit në përballë. Sepse nëse Aurela mua më jep të gjithë. Jo, nëse mua Aurela ka të gjithë Instagramin e saj dhe më jep për shkak që është në Maldive apo po bën të fustanin në Seris, apo është në këtë sfilat, unë e kam të gashme dhe ai që e ndjek Aurelën e ndjek. Tani njerëzit duan të dinë për te saj. Për shembull, unë sot po flisa me një personazh i cili ka luajtur në role episodike tek The Bridge of Spies me Tom Hanks etj. Dhe i fillojnë të fliste për shembull se sa skena masive etj. Ata thonë, "Jo, unë nuk dua të di këtë, se këtë e kam parë në
Hollywood. Unë dua të di ndjesia, çfarë hante, ai ishte me nerva, si sille me të tjerë. Po kjo është ndjesia që mua më intereson. Nuk më intereson ajo çka Aurela apo një personazh tjetër showbizi e transmeton aty. Se në fundi mua më bie edhe vlera si gazetar që do transmetoj të njëjtën gjë. Jam dakord. Në këtë kontekst, ja të shkojmë pak në publicitet, më mbetemi në këtë kontekst. Edhe kthehemi për pak minuta, sigurisht me panelin, për diskutuar për thashë themet edhe për situata konkrete që mund ata t'i kenë bezdisur, mund ata t'i kenë kënaqur, t'u kenë dhënë kënaqësi, po pse jo mund të kenë prishur edhe puna, po t'i kenë lënduar ndonjëherë.